ka hetuar llallën, këto dim deri tani. Në gjë tjetër është nuk e di, nipa që e ka Spartak Brahon, krye komunisti që është në parlamentin shqiptare, nuk e di është apo s'është më tani. Pra është familje tërësisht komuniste, mos prisni drejtësi nga këta njerëz. Këta janë punëtor partie. Këta janë patronazhist. Ndryshe më tjetë familjan, ndryshe ky avokatët. Thonë një fjallë ande nga neve nga krajine ime, ma që mi do gjuaj. Nuk delaj nga ideologjia dhe nga përkatësia politike. Se përfunduar me medalje ari, studimet, me këto që kam gjuar këto ditë. Dëgjo, mund të marrësh 100 medalje ari, mund të jesh ekselent në profesion, mund të jesh njeri shkëlqyer i aftë në profesion, por në përkatësinë politike zotëri nuk të hyjnë në punë këto. Të hyjnë do shikosh nga frynera. Kush të çon atje ku shkove? Sepse u tha që ai kishte 2 muaj që ishte piketuar për të shkuar atje. Po edhe në amerikanët dhe gjitha fotot që publikuan foto me këtë. Bravo. Me që erdhën shokët amerikanë, komunistët e Amerikës, të vinë tani dhe të na thonë çfarë do bëhet me SPAK-un dhe çfarë do bëhet me këto vjedhje galopante që janë bërë. Apo i thresin në SPAK, u marrin parat e lëshojnë, se këtu ka arritur gjykimi popullor. E di çdo njerëz apo. Po sa lekë janë sekuestruar këtyre? Diqet i politikanëve se unë s'kam gjuar të janë sekuestruar lekë këtyre. Përveç shkrimit të organizuar. Asikacide politikanëve. Politikanët thirrën atje u thuhet, "Hidhu, jep lekët." U marrën lekët, lënë, i dalën e ikin. Kjo ka ndodhur, se po t'ishe drejtësi do arrestoshin me njerë. Do marrë bje fjalla Tërmet Peçin. 62 milion euro të grabitura të dhëna në emër të motrës, në emër të shoqjes, në emër të kunatit, etjera. Jo zotëri, i thresin atje u marrën parat. Se kjo thiri u bët të gjithë këtyre politikanëve. Dorëzoni para se e keni me Metrokup, u thuhet. Dhe t'i dorëzojnë. Dhe ata si duke t'i dorëzojnë, kaq. Ku i dorëzojnë parat? E din ata që i thresin atje. Jo, do me thënë kush ua kërkon? Ua kërkon SPAK-u, thua ti që thoni ju që të dorëzojnë parat. Se kush ua kërkon e dim të tërë, se e ndjekim ditë për ditë. Avokat, po këta, nga i kanë quar, qofse do jetë e vërtet gjithë to lekë, se flasën 50 milion euro këtej, ju thatë 70, 80, ai tjetri andej, po ku janë lekët, avokat? Kjo është puna. Këtu janë lekët. Se po t'ishin futur këtu, po t'ishin investuar, do ishe parë diçka, apo janë futur me presion më dhe. Janë lekë të thata, futen në për tubat e sobës, s'bëllfare, që ajo pyetje në shqetësoneve ku i mbajnë fizikisht, jo më zotëri, ata shkojnë, dorëzojnë aqë para sa u kërkojnë edhe mirëpafshim, pra na i thresin. Se i thresin, përse venë në SPAK? Për që parë janë të bukur, përse i thresin? Në qofse kanë prova, i thresin të arrestojnë. Qofse nuk kanë prova, t'i lënë të lirë, edhe të mos i njollosin qofse nuk kanë prova, sepse po i të lëndisin gjithandej. Zotëri, po janë ata, janë të zhyrë ata në fakt që nuk ndihen se kur s'ka bërë gjë dhe kur s'ka vjedhur gjë, e bën SPAK-un që të flasë me vete, cili do që t'jetë në ata akuzon shkot. Mirë po ata asnjëri nuk akuzon kot, të gjithë janë të molepsur, si të thuash, që gjithë kanë vjedhur dhe dorëzojnë kuotën. Ky është mendimi im edhe mendimi i shumicës së njerëzve në rrugë, që na takojnë dhe na thonë, avokat bën mua, thuaj një këto gjëra se kështu bëhet, unë nuk them gjëra që si kam në dorë, që s'kam provë. Por logjika të thotë që e thret atje balluken, e thret disa herë, i thuaj që ke kaq miliona të vjedhura këtu, kaq këtu. Dhe në fund fare e lë të lirë, kjo është drejtësia shqiptare, atëherë ç'të besoj qytetari shkret. Plus që mirë ky vend që ka jetur. Avokat, ju dini në këtë përfundim, nisur ndoshta edhe nga ajo që ndodhi atë ditë në mbledhjen e KLP-s. Ju bën përshtypje ata pyetje që i drejtuan antarët, avokat. Njëra prej tyre ishte e normalizonte fare këtë idenë e korrupsionit, avokat. Po sikur të japun votën ty, të vit m'japsh ti mua të kërkoj një nder brenda SPAK-ut, pra e para një niveli bisedës e dyta ideja si e normalizojnë korrupsionin. Pra e bën të fakt atje. Po kush do të kërkojë llogari pse normalizuat korrupsioni? Se korrupsioni është bërë në mënyrë jetese tani, nuk është më
tabu, nuk është më gjë ndaluar. Që ti je korruptor do të thotë që je fisnik, do të thotë që je i zoti, do të thotë që je i aftë, do të thotë që ke mbështetje, do të thotë që ke fuqi. Ky është korrupsioni, e për këtë korruptojnë njerëzit. Pra, korrupsioni u bë ushtrua këmbkryq në Shqipëri. Dhe korrupsionin e nxisin ata, aleatët tanë perëndimor, partnerët tanë perëndimor. Ata nxisin korrupsionin këtu. Avokat, me politikën e re që ka miratuar Trumpi, e ka dorëzuar Ballkanin fare, Europën po që e goditi, po dhe Ballkanin. Tani duket se tani e herë me të vërtetë, ne morëm fund. Po patjetër, shiko, edhe Trumpit, Deep State që është shtet brenda shtetit, se Deep State është shtet në Amerikë, dhe Deep State e mban Edi Rama në pushtet, Deep State e mbështet, edhe Trumpit ja kanë bërë të qartë, i kanë thënë o këtej, se e di Trumpi që mund t'ja bëjnë dhe se që ja bën Kennedy. Do mund t'a qëllojnë edhe se e qëlluan atentatin ja bën Trumpit. Pra i ka thirrur mendjes dhe do t'i bindet atyre që komandojnë dhe që qeverisin botën. Rothschild, Rockefeller e të tjerë. Janë ata që komandojnë, janë ata që nxisin korrupsionin, sepse korrupsioni ata i furnizojnë me naftën shqiptare o zotëri, është e thjeshtë fare. Ku vete nafta? Pse nuk thot njeri? Bankersi, a ishte shoqëri amerikane, ku është? Nafta, ku janë parat? Është e thjeshtë, tani ju i shikoni këto gjëra. Avokat, po edhe diçka do të thoja tek kjo pjesa e ambasadorëve. Po. Si ka mundësi po shkon Trumpi drejt gjysmës mandatit, akoma në Shqipëri nuk kemi ambasador, akoma në Kosovë nuk kemi ambasador. Se duan të gjejnë ndonjë Donald Glu tjetër ose ndonjë si e kishte ajo Yuri Kim tjetër që ta sjellin këtu. Gjë që Trumpi e kundërshton dhe po e vazhdojnë tani. Këtë shikoj unë se nuk kanë arsye tjetër, se thua se janë kundër kësaj qeveri dhe kundër këtij establishmenti politik në Shqipëri nuk ndodh. Se do kishin mbajtur qendrime tjera diplomatike. Qendrime diplomatike nuk mbajnë, marrëdhëniet i mbajnë si thua deri në një farë mase normale, kanë lënë një të ngarkuar me punën aty. Ajo vajte edhe tek zgjedhja te demokracia e zgjedhjes kryetarit të SPAK-ut, po këtë gjë pam dhe tek ai te BKH-ja që vun nipin e Myslimketës, janë komunistët të pushtetur zotëri nuk e lëshojnë të harrojeni, mos u lodhni kot. Mos na lodhni dhe neve kot me komente, se janë komunistët të pushtet, komunistët e Enver, janë serbët në fakt në pushtet. Në pushtet janë serbët e Beogradit. Avokat, ne do jemi këtu që do kismet zotin do ta diskutojmë edhe do analizojmë atë që kemi thënë pasi të marrë mandatin Braho. Po tani duke qenë se është fillim, ju lutem jepni një parashikim, ky si do ta mbyll, çfarë do bëj? Tani në paradhomën e zëvendës kryeministres, vajti, do shkojë me tutje nga kryeministri apo do kthehet mbrapa? Çfarë do bëj ky? Do bëj atë që ka bërë dhe paraardhësi ti, as mish as peshk. As mish as peshk. Asnjë nuk do bëj. Nuk mund të bëj. Nuk mund të bëj. E pare punës njerë që s'ka motiv ideologjik, personal, qytetar për të bërë gjë, e dyta nuk e lënë dhe dojtë bëj. Që që s'pres gjë nga i. Aj sa bëri ky si e kishte Dumani. Po me Dumani çfarë ndodh tani avokat? Se tani do vazhdoj punën si prokuror i thjesht. Çka ka? Asgjë s'ka ndodhur. Edhe i gjatë fundit kam unë avokat për Berishën që me gjitha dhe të luftë madhe vajti dhe votoj një njeri që thoshte je Sorosit. Si tha? Vajti votoj një njeri të cilin e ka akuzuar se është i Sorosit, që e shpalli non grata. Tani e votoj e bëri avokat popullit. Po ai është vetë i Sorosit Berisha. Berisha është vetë i Sorosit. Po ku ka njeri që mos jetë në pushtet, marr funksione të larta shtetërore në Shqipëri të mos jetë i Sorosit. Më gjë ndonjë? Jo zotëri, unë ndërsa ban e kam parë, e kam njohur që kur ishte në Aleancën Kuqezi, që e bëri e fuqizoi edhe reklamoi ai Spahiu.
Po, Krishnik Svahiu. Krishniku. Të tërë Sorosit janë këta. Ore, Soros ishtë këm kryqë Shqipëri. Jo Trumpit vetje, po Zotit bjerë në tokë.